komunicimin me telefon, me shërbimin sekret të sërb për post në raste emergjente. Ata komunikojnë në qendrat e fsheta mrenda në Kosovë, në bazat e BIAS, mrenda Kosovë, jashtë Kosovës, në Maqedoni, në Maltëzi, në vendet e treta, dhe kapja e këtij rrjeti kërkon njohuri të madhe, kërkon dije të madhe, që fatkeqësisht agjencioni jonë i inteligjencës, për shkak në radhë parë për shkak të moshës, për shkak se nuk ka pas kontinuitet, për shkak se ndërhyrjeve politike të vazhdueshme, nuk arrit të konsolidohet në nivelin çfarë do duhej të ishte. Zoti Katazi tha që këta dy pra të arrestuar që po gjykohen tani janë nivel i ulët. Cili mund të jetë niveli më i lartë? Niveli më i lartë. A bëhet fjalë edhe për persona të cilët mund të kenë përgjegjësinë në Kosovë, të kenë pozita të larta? Thash se pak më herët agjentura sërbe është bartur në 3-4 breza, do thotë që se marrëmi që nga viti 1860, kur fillon aktiviteti ofanziv i shërbimeve inteligjente sërbe në drejtim të shqiptarëve, është kur Garashanin harton të ashtu quajturin dokument kushtetuta e veprimit politik, nëse marrim që nga atëherë bie që kjo është bartë në 3-4 breza, kjo agjentur, do thotë 4 gjyshi, stërgjyshi, gjyshi dhe tash personi, dhe këta persona duhet jenë kualitativ, logjika e don që ata duhet jenë të futur në vendet ku kanë ndikim, ku e dinë se çfarë po bëhet. Dhe fakti se i gjithë pjesa më e lartë e asaj që ishte shtabi i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ndodhet në gjykatën e Hagës, flet për atë se ata atje i ka dërgu dikush që ka qenë gjatë gjithë kohës afër tyre. Ne nuk kem qenë në afër tyre, as unë, as te, as ndonjë qytetar i thjesht, po është dikush që ka qenë në afërsi dhe dikush që gjatë gjithë kohës e ka informuar shtetin sërb se çfarë po bëjnë dhe çfarë po synojnë të arrijnë. Kjo është një tregues shumë indikativ për të kuptuar se ata janë të futur aty ku duhet. Ne kemi pastaj edhe një rast tjetër që unë shpesh e përmendi, rasti i kapjes flagrant nga policia e Kosovës. Atëherë ende nuk ka qenë AKI-ja e formuar, i 2 agjentëve sërb, të cilët blenin dëshmitar për perspektivë. Atëherë ende nuk flitej për gjykatën e Hagës, mirë po ata, fakti se ata blinin dëshmitar ishte se ata e kishin në plan ta bënin një gjë të tillë dhe ja arritën ta bëjnë. Dhe mënyra se si ata janë liru, për arsye se kishte policia e Kosovës kishte siguruar material edhe fotografonik edhe filmik, dhe kishte një bazë shumë të mirë që ata të denoshin për spionazh, ata u liruan pa thellë në këmbë. Dhe kjo i bie se dikush është kujdesur që ata të lirohet. Dhe fakti se ai që është kujdesur, i bie se ka qenë pikërisht njeri i tyre, i cili e ka organizuar këtë punë. Prandaj ne zakonisht të gjëra i kemi marrë kështu si me një nonchalance të tepruar, mirë po baza e rrugës së shtetit dhe rrënimit të shtetit është edhe kjo punë, është edhe spionazhi dhe jo kot të gjitha shtetet e botës, një pjesë të buxhetit të madh të vet ja dedikojnë kësaj pune, që fatkeqësisht duhet ta pranojmë që elitat tona politike të gjitha, pavarësisht, pa i nda, nuk janë të vetëdijshme se sa rrezikshme është ky aktivitet dhe sa e dëmton konsolidimin e shtetsisë së Kosovës.
Sekretari, ju falenderoj shumë për këtë analizë që keni bërë sonte në edicionin special. Ju lutem, mirupafshim. Natën e mirë. Ku flasim tani për ushtarët e Kosovës që u arrestuan në mesditë para komandante supreme Vjosa Osmani.